Përshëndetje për të gjithë, thashtë javë të regoj një ngjarje që më ka ndodhur sot, shumë interesante në mëngjes. Ma prishi kolli gjumin, një farë kolli keq kërë, 7:15 të qova. Lulja zakonisht flenë ma shumë, thash hajtë shkoj në kuzhinë, thash gjosëm gjumë ja cit një kafe vetit. Edhe shkoj, e që zgjezven, e lash me vluujin, kër e marrë shiqerin, të ja cit shiqerin, në gjysa e shiqerit lusë, derdhët aty në kuzhinë, në brasë. Edhe ne zonë pe qesë edhe një lukë tjetër, e se në shiqeri me aty, po pa prit pa kujtu personi bubrec nga i këndrejtim shiqerit. Edhe për ditë këtë diçka edhe kap ke krytë që shtu. Ku nën sa shiqeri, a i nuk e niva, unë po mdo këtë thejke që ashtu, edhe pe përcilë, unë po nganë, se është 4 metra kuzhina, ngojtin qysh atje, shkoni farbire, vë cërhini aty. Ma murë me një thash kjo ka shkën me thira ta kusherit e vetë, me orë me mbledh shiqerin. Qa bojë, në thash dhe tjetë këtë që ki ka rajt këshe, kër i kumpota që janë nisën me dole një 7 dulin atë, largë ishin atje. Te marrë shpuzën e te fshi shiqerin. Kër i na vyt atë nga ta e bejke me dojtë që tu, konë që tu, kër t'ju kanë gjuha ata, nuk kanë lonë zezë bre, pa i thonë pse bre, pa rrenë, bëdh mirë kem të shpija, pse na thire, ku a shiqeri, më e rrenë, zëti ftyrën ta marrut. Dhe shërrehen, besa janë isa i bëbret si për mlime, ta shetë që ja bo unë ashirin, thash dojnë me re, qa bëjt gjës tek dhe shiqer që shërkon, prëll, te këthejnë kuzhin, thëm rasti shiqer që ku a këtë, t'jo kanë gjua, se më dhem të shkreti kënë të re, dhe mos thuni tani për rem, bas kia najcen, se në gjori e vërtet është sot më në gjesë më kanë dojnë, hajtë kalani mirë.